Që në shtatë zgjuam neve sot që thoni, do më thoni është e hënë, edhe neve jemi pushime në Angli, po kështu e kemi neve. Kur kemi pushime, zgjohemi që në shtatë. Kur kemi shkollë në 8, e heqo është e bram nga krevati edhe prap nuk qohet. Që thoni e njerëz të dashur dhe të bukur, më shikoni sa e qetë që jam, që po flas, më dëgjoni në fakt. Përgatita trahana tani për mëngjes, çfarë të bëja? Thashë hajde, u zgjova që me natë, le të përgatitim një trahana, të na ngroj barkun, edhe se bën edhe ku aftoht këtu, ç'të bëjmë, edhe pastaj ja të nisim ditën të qetë edhe relax. Si që shikoni trahananën neve tani, e përgatitim si që duam neve, jo si që bëjnë gjithë tjerët, ka mënyrë tjetër që e ham neve, do me thënë vetëm e zjem, bukën një heth në fund fare, kur e kam hequr nga flaka, se shumë e bëjnë kur është lartë në flak trahanaja, në fakt unë nuk i heth fare bukë brënda, djalje donte me bukë, unë e hamë veç bukën më veç trahanan, ashtu më pëlqen si punë supe, edhe i hodha brënda pak vaj, pak krip, pak pipere, edhe çfarë tjetër këto. Djathë ju hodha më vonë, kjo ishte pjata që përgatita për djalin, pjatën time tani unë e lash ashtu skjeto siç u thashë, do ha më vonë kur të mbaroj punët, se kam edhe për të gatuar gjëra të tjera tani për drek. Hajde, shifemi, ciao.